një kohë kur ritmi i teknologjisë po dikton mënyrën se si konsumojmë artin në një epokë të digitalizuar, ku muzika është vetëm një klik larg, ekspozita muzeu i dëgjimit vjen si një frymëmarrje ndryshe, një rikthim në kujtesë, një retrospektivë emocionuese për të ndërtuar zërat, tingujt dhe historinë nga të cilët filloi arti muzikor shqiptar. Kjo është hera e tretë që ky muze vjen para publikut në përkujdesin e organizatorit dhe koleksionistit të pasionuar, zotri Bekim Fera, i cili edhe pse me profesion është mjek nuk heq dorë nga organizimi i ngjarjeve që ruajnë memorien tonë kulturore. Sonte besoj që do të kaloj mirë, do të jetë një mbrëmje në kuptimin retrospektiv, ku do t'i kujtojmë krijuesit e muzikës e kulturës tonë shqiptare, artistë të ndryshëm, së bashku me ndihmën e profesionistëve, për shkak se unë me profesion jam mjek edhe këtë bëj vetëm si në formë të hobit. Po, për atë arsye kam ftuar miq të ndryshëm të profesioneve, sikur që janë profesor Blerimi, muzicient, Agona Çupi që është dirigjente, profesor Arlind Farizi, profesor Bjosa Berisha edhe Ariton Rama. Përndryshe, përgjithësi e edicionit të tretë të Muzeut të Dëgjimit ose Muzeut Rrotullues është promovimi i monografisë Çamilit Vogël, që do të bëhet në kuadër të mbrëmjes së sonte dhe për sa quaj lezeti i kësaj mbrëmje do të jetë një grup i ri që është nga qyteti Gjakovës, djem prej moshës 15 deri në 20 vjeçare, që janë edhe ato një lloj fanatikë të kulturës dhe muzikës tonë tradicionale shqiptare, do të na relaksojmë me disa pika muzikore, duke i kujtuar krijuesit e të kaluarës. Flasim pak edhe për promovimin e këtij libri, është Çamili i Vogël njihet si një ikon për të gjithë ne edhe pse kanë kaluar vite e vite dhe ndoshta a do jetë ky libër një mundësi që të gjithë ata që e kanë vetëm me të dëgjuar nga pak edhe ta prekin veprimtarinë e tij, të dinë më shumë dhe do jetë si një udhërrëfyes motivues edhe për të rinj që të punojnë edhe ata dhe të shkojnë drejt hapave të karrierës, të një karriere shumë të suksesshme dhe shumë profesioniste, po me besim në vete. Po patjetër, domethënë, ndoshta është më mirë edhe me profesor Krenarin bisedoni pastaj, mirë po në pika të shkurta mund edhe unë ta ceki. E dim që Çamili i Vogël ka qenë një autodidakt, domethënë s'ka pas ndonjë shkollim adekuat, mirë po edhe ai duke qenë shumë entuziast për muzikën shqiptare, ka kriju vepra që sot ditë neve shumica i dim edhe janë të pavdekshme. Monografia ka vlerë të veçantë për shkak se ruajtja e veprimtarisë kulturore edhe faktizimi i krijimtarisë së një artisti, domethënë bëhet në kuptimin që me lloj të monografisë ose me lloj të mbrëmjeve të tilla të bëhen promovimet edhe ruajtja e këtyre vlerave kulturore. Keni bashkëpunuar edhe me emra të ndryshëm, siç e përmendet me zotri Blerim Grubin, më që e kemi si të shtëpisë, edhe Agona Çupin, po ashtu e kemi kolege Vjollc Berisha, Arlindin, Ariton Raman, gjithë këto si jam i bindur se me shumë dashuri pranuan edhe ftesën të jenë pjesë e këtij edicioni. Po patjetër, domethënë kjo tradicionalisht është hera e tretë që e krijojmë edhe prej fillim kanë qenë pjesë e projektit që e organizoj unë edhe pas një hezitim gjithë më kanë thënë po, ju falenderoj edhe nëpërmjet përfitoj nga rasti nëpërmjet ekranit juaj, për shkak se unë dësha njerëzit që janë të profesionit vinë edhe të flasin për muzikën edhe për kulturën tonë shqiptare. Përndryshe, kjo ka qenë edhe ideja që t'i ftoj, domethënë profesionistë që të jetë më zyrtare dhe faktikisht ndryshe kur ndëgjojmë për një mjeku muzikën, ndryshe për një profesionisti. Do të ndonjëherë është edhe më mirë nga një mjek. Faktikisht intelektualët e bojnë ato grumbullimin e mjeteve dhe kultura bëhet për masë, nuk bëhet vetëm për vetë artistët. Edhe faktikisht ndodh kjo që vlerësohet nga intelektualit edhe nga masat të cilën ndëgjon atë vepër artistike. Përmendet është edicioni i tretë, a do jetë veç se më tradicional, pasi që 3 vite e treta herë është deri më tani që organizohet, pretendoni që kjo të arrijë edhe 10 vjetorin dhe ta festojmë një jubilej së bashku? Uroj që po, pikës pari desha edhe që nëpërmjet juve të falenderoj Ministrinë e Kulturës që për të tretën herë më mundson, më sponsorizon krijimin e këtij projekti. Ideja është më shumë se simbolika që një projekt të tillë përkrah institucioni kryesor i shtetit tonë, sigurisht që është Ministria e Kulturës. Dhe kjo është një satisfaksion i veçantë. Besoj që po, unë do të për shkak se çdo vit ka ndonjë risi të re, dhe besoj që me këtë vitet që do të vinë do të ketë edhe do të gjej pllaka të tjera ose materiale të tjera të cilat duhet i shfaqim publikut. Edhe besoj që ka një feedback shumë të mirë ky
ky projekt, kjo mbrëmje. Shpresoj që po, dhe shifemi edhe viteve tjera. Një pyetje, për në fund jeni mjek, ndërsa gjeni kohë, gjeni pasion dhe gjeni përkushtim aq të madh për të organizuar kështu mbrëmje. Na thoni si ja dilni për të organizuar një mbrëmje kaq bukur të organizuar, për të mbledhur aq njerëz siç e shohim edhe këtu mbrapa kamerave dhe për të dalë aq i suksesshëm ky eveniment. Po, pasioni, hobi i njeriu bën që të gjejnë kohë, domethënë është ideja e prioriteteve. Dikush ka ndonjë prioritet tjetër, unë kam pas prioritet për momentin këtë ngjarje, edhe mendimet edhe të miqve, edhe domethënë shokëve të mi kam arritur që ta organizoj këtë mbrëmje. Kohë gjendet, mirë po duhet, është ata që e thash, prioritetet janë më rëndësishëm. I pranishëm në këtë ngjarje ishte edhe profesori Blerim Grubi, i cili theksoi se kultura duhet të ndahet nga ndikimi i politikës dhe të trajtohet me përkushtim e investim serioz. Doktor Bekimi ka shumë ideja të interesante. Çdo vit me këto pllaka, se mund të them se është një koleksioner më i madh shqiptar që ka shqiptaria, këtë shumë pllaka që janë sidomos shqiptare, dhe i përndjek çdo vit edhe më shumë dhe më shumë, duke i mbledhur në cep gjithandej që të mbledhë ku ka një gjurmë shqiptare ta bën për veti. Dhe ja, sonte ishte ideja që të bëhet edhe monografia e Qamilit të vogël, që pas promovimit në Gjakov, Prishtinë, Tiranë, dhe Muzeiku Kombëtar po përfundon edhe me Shkupin, që edhe ne po hym në këtë rreth të organizimeve për shkak të librit, monografisë që kanë bërë, më thonë, Vula dhe Doli, zotrit, etnomuzikolog dhe historian. Kjo është mirë për gjithë ne këtu, se pasuria kombëtare ruhet nëpërmjet librave, nëpërmjet ndodhive që ne i shkruajmë. Këto libra ne do i mbajmë në për libraritë tona dhe libraritë shtetërore. Është mirë edhe që bëjmë promovimin në mënyrë të haptë dhe që sidomos të rinjët shohin se Qamili i vogël ka qenë një këngëtar që ka qenë i afërt edhe me Shkupin. Ai çdo herë edhe ka shumë incizime që janë realizuar në Radio Shkupin, pasi që ka qenë miku i babës tim. Ka një grupi, ata kanë bashkëpunuar bashkë dhe kanë kënduar bashkë. Bile edhe repertoarin e kanë pas gati të përbashkët. Dhe Qamili i vogël, domethënë ka lënë gjurmë gjithandej, një gjurmë që e ka lënë edhe këtu, mund të themi, ja ka përkushtuar kënga e Tërmetit Shkupit katastrofal që ka qenë me 63, domethënë Enkas viç për Shkupin e ka bën një këngë, edhe shumë tjera, domethënë ahençe tjera që ka qenë këtu në Tetov edhe në sidomos në ish Jugosllavisë edhe të Maqedonisë. Kjo është një kujdes ndaj të kaluarës. Është mirë që po e bëjmë këtë me fajin e doktorit. Doktori është shumë i kujdesshëm ndaj këtyre gjërave dhe bashkëpunojmë sa herë me të në ideja të ndryshme me të, duke ardhur deri te këto gjëra që po na ndodhin, që janë shumë të pakta. Po ashtu, zonja Agona Çupi, një tjetër zë i rëndësishëm i panelit, ndau mendimin se shumë prej këngëve të vjetra shqiptare nuk janë të digitalizuara dhe pikërisht përmes ngjarjeve të tilla ato mund të ruhen dhe të mbahen të gjalla për brezat e rinj. Besoj se kemi shumë nevojë unë do t'jap një arsye shumë të rëndësishme që pse është e rëndësishme të kthejmë syt nga kjo anë, sepse një pjesë shumë e mire këtyre pjesëve muzikore të zhanreve të ndryshme, po flas jo vetëm sepse sonte unë do të flas për muzikën klasike, sa i përket muzikës klasike, por jo vetëm, siç edhe vetë e përmende më herët, ka shumë emra të cilat i njohim, por arkivimi edhe ajo origjinalja që ata kanë lënë mbrapa kanë mbet në diskje, kanë mbet faktikisht në pllaka gramafoni ose me eksperiencën e radios kanë mbet në shirita. Kështu që arsyeja ime më e madhe është që nuk i kemi. Këto që ofrohen në mbrëmje të tilla nuk i kemi në teknologji, nuk i kemi të digitalizuara. Janë gjëra të cilat nëse ne nuk i japim vëmendje edhe për do me thënë, këta janë alarmet e fundit të vëmendjes që duhet po bashkëlest kohë që ne të mund të ngrisim një lloj vetdije që t'i mbrojmë këto vlera që i kemi duke i digitalizuar, duke i kaluar në platforma që sot të na shërbejnë akoma më shumë, sepse për shembull ne në radio kemi një arkiv të jashtëzakonshëm sa i përket muzikës klasike, po flas për atë që më të angon më shumë që mund të flas dhe e shfrytëzojmë në radio, por mbetet aty.
një pjesë shumë e madhe e atyre veprave nuk kanë asnjë inqizim tjetër, nuk kanë asnjë version tjetër, edhe kanë ngelsi të tilla vetëm me këtë version unik, edhe ky version bëhet shumë i çmueshëm, edhe shumë i rëndësishëm, pastaj për popullin ton, për neve si kulturë. Sa i përket për shembull gjeneratave të para të kompozitorëve shqiptar, regjistrimet e vetme janë të Radio Prishtinës, të cilat Radio Shkupi i ka marrë në bashkëpunim shumë vite më herët, edhe i ka, dhe ndoshta mund të jenë të vetmet të shumë veprave, të vetmet performanca që kanë vetë. Kështu që për vetë faktin që janë të vetmet, besoj se aty kanë shumë se çfarë na thonë dhe kemi shumë punë se çfarë bëjmë me ta. Profesor Dr. Vjollc Berisha u shpreh me ndjeshmëri se është tejet e privilegjuar të jetë pjesë e kësaj mbrëmjeje si e ftuar speciale, duke theksuar rëndësinë që ta rikujtojmë dhe vlerësojmë trashëgiminë muzikore. Jam shumë e lumtur sepse do të jem në një auditor tepër të fisëm, me njerëz shumë të zgjedhur, me njerëz që kanë një prirje për të bukurën, për artin. Bekimi është një koleksionist i papar, një miku im dhe zakonisht më ka nderuar për të thënë disa gjëra në panelin që ai organizon për ekspozitën e tij tepër të veçantë, sepse aty edhe do ta orientoj dhe bisedën, domethënë nëse është një metaforë fakti i Muzeut të Dëgjimit ose është një fjali themi një sintagmë e një mend konkrete që dikush mund thot po mund të ekzistojë një muze dëgjimi. Do të kemi rastin të dëgjojmë këngë të bukura dhe t'i komentojmë ato. Unë do t'jem pak te pjesa e komenteve. Është shumë e veçantë sepse sidomos në kohën kur bota ka marrë një vrap, një vrap në teknologjisë digitalizimit, është diçka tepër e mirë. Janë me pikatore rastet që dikush orienton vëmendjen të gjërat e së kaluarës, të gjërat e rralla të së kaluarës. Kjo më bën shumë privilegj, një herë të jem këtu, e dyta tepër e lumtur që organizohen rastet e këtilla dhe tjetra që unë do të flas për këto. A na mungojnë kështu mbrëmje, kështu evente, kështu organizime edhe më shumë, sepse kemi vetëm këtë ekspozite e cila quhet Muzei i Dëgjimit, po që nëpërmjet kësaj ne mundohemi të promovojmë edhe libra, të bëjmë panele diskutimi të gjitha në një, ndërsa neve na mungojnë edhe më shumë organizime. Çfarë mendimi keni ju? Mendoj që na mungojnë sepse asnjëherë nuk është mjaft. Gjithmonë edhe po të bëhet shumë prapë do të themi se kemi nevojë më shumë sepse kemi një etje të madhe për artin, se dëshira për art është pa fund, dhe kështu që mendoj se sa më shumë që të ketë raste të këtilla, për ne do të jetë vetëm me pasuri, sepse jo vetëm që do të sillim në mendje disa gjëra nga thesari ynë kombëtar, por edhe do të hapim horizonte të reja mendimi për të gjykuar mbi vepra, mbi një kohë që shumë kush e kujton të perënduar, por që në fakt nuk është e perënduar dhe që s'është tregon aktiviteti i sonshëm, tregojnë gjithë njerëz këtu dhe mosha e re që është e pranishme në sallë që më gëzon. Mbrëmja u pasurua edhe me praninë e Dr. Arlin Farizi dhe Ariton Rama, të cilët me praninë e tyre e bën më të plot ndjesin akademike dhe kulturore të këtij edicioni. Një moment i veçantë i kësaj ekspozite ishte edhe promovimi i monografisë dhe albumit muzikor Gjurmë të Çamilit të vogël në muzikë, një punë e përbashkët kërkimore nga zotri Krenal Doli dhe Bestar Vula, të cilët sollën para publikut materiale të çmuara që dokumentojnë një pasuri të madhe shpirtërore. Sore ka ardhur nga disa tureza dhe konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare që kemi fol për vlerat dhe meritat e Çamilit vogël muzik, duke përfshirë jo vetëm rolin e tij si krijuesi i më së 80 këngëve, po edhe rolin e tij si interpretues, edhe si hartues i 11 blejve me këngë të gjitha trevave shqifolse. Në ato 11 blej janë diku ja 450 materiale që përfshin të gjitha trevat, ku bleu i parë është i notografuar ose i transliteruar nga ana e etnomuzikologut Lorenzo Antoni, kurse blej tjerë janë vetëm si tekste. Pastaj ne flasim edhe për vlerat e Çamilit vogël edhe si themeluesi i shoqërive kulturore artistike në ato shtete ku nuk kishte të tilla, edhe si zbuluesi i talentëve të ri, kur dihet mirëfillet që shumë interprete më të njohur atë që defilojnë sot në skenën shqiptare janë zbuluar nga ai. Po duke mos anashkaluar dhe rolin e tij si producent i shtëpisë diskografike Jugoton sot Kroacia rekord për vitin 1967.
Na tregoni se shumë materiale janë dashur për të krijuar ky libër. Sa e kishit të vështirë të gjeni materialet e duhura, saktësitë e gjithçka që të ofroni normalisht vetëm koncizitet në këtë libër. Po, gjatë gjithë kohës edhe profesor Kronari dhe unë jemi marrë me këtë temë edhe nuk e kena pas vështirë me mbledh, sepse dihet që Qamili i vogël ka lënë gjurmë jo vetëm Gjakob, po gjithandej ka shqiptar, edhe materiale ka pas mendoj që të bollshme. Na kena bërë një pjesë të vogël e kena mbledh, mendojmë që ka ende prapë për mushkru, po ato që kena menduar na që duhet të përmbledh e kemi përmbledh te ky libër. Krahas këtij librit është edhe një libër tjetër më i vogël, i cili përmban 16 margaritarë që ne mendojmë që janë të Qamilit vogël, të cilat i kemi përmbledh dhe i kemi në një libër të vogël ku janë edhe tekstet të shoqëruar bashkë me një USB ku janë të gjitha këngët e kënduar nga vetë Qamili i vogël, bashkë me duet me ndonjë bashkëanik të tij. A mendoni se tani në këtë kohë do ketë edhe një Qamil të vogël i cili do do bashkon të nga të gjitha trojet bashkë shqiptare, do zbulon talente dhe do njihet edhe shekuj me radhë? Ne urojmë që të ketë jo vetëm një Qamil të vogël, po dalin edhe tjerë që të kalojnë për masat e Qamilit vogël dhe të tjerëve, se siç dihet kjo puna e artit muzikor është punë misioni dhe duhet të përcjellet brezat që ta ruajmë këtë trashëgimi që ai dhe të tjerët para tij na lanë, dhe pse jo edhe ne si gjeneratë e re, edhe për të tjerët që do të vinë, tjerë ta takzojnë. Një përgjigje për pyetjen tuaj është edhe ardha e grupit simpatik Rilindja, të cilët po t'i bojmë bashk nuk i kanë as 70 vjet, 5 antarë, po ato me fanatizëm e ruajnë melosin e këngës tradicionale shqiptare, jo vetëm të shtetit nga Vinë, por dhe të trevave tjera, të përfshirë qytetin e Shkodrës që ata kanë për zemër, po edhe këngë të Shqipërisë mesme me përfaqësuesit kryesor të tyre. Muzeu i Dëgjimit nuk është vetëm një ekspozit, është një kujtesë, është një homazh për zërat që na frymëzuan, për melodi që na rritën dhe për ata që me mund e dashuri mbajnë gjallë trashëgimin ton muzikore. Në një kohë kur gjithçka ndryshon me shpejtësi, është ngushëllim të dimë se dikush kujdeset që të mos harrojmë kush kemi qenë.